Prandaj ju e shkapelen vajzave që jo vetëm qëndrojnë, por edhe tregojnë. Ushtofshin vajzat edhe gratë që mbjetojnë kancerit të gjirit. I mbjetojnë kancerit të shoqërisë, i mbjetojnë kancerit të sistemit që do kohë të shërohet, i mbjetojnë pamundësive që t'jep një vend i vogël si Shqipëria, ku shumë kush mendojnë që nuk zgjidhet e aty ikim. Unë në të gjitha mënyrat e mia do doja të thosha e atërim, edhe pse unë e di vrerin që më pret kur them ktheu eja qëndro. Unë besoj fort te njerëzit që qëndrojnë, unë besoj fort te njerëzit që mbjetojnë, unë besoj fort te njerëzit që ja dalin, unë besoj fort te njerëzit që e duan këtë vend pa kushte. Regjistrohu tek dritare televizion dhe Rudina Xhunga, folëm sot për një libër i cili më la një mbres rënjose dhe gëzohem për çdo njeri që shkruan për këtë libër. Jam e gëzuar vërtet që ka shumë gazetare që po e bëjnë. Nuk e bëjnë se mira është njëra prej nesh dhe gazetare, po mbase e bëjnë dhe për këtë dhe shumë mirë bëjnë. E bëjnë se është libër i mirë. Regjistrohu tek dritare televizion dhe Rudina Xhunga është një kanal i cili është kanali yt, i shumë zërave të cilat bëjnë një zot madh të rëndësishëm, dritare televizion.